A je rehat në Tiranë, në kuptimin e të jetuarit, e të punuarit, e kujdesit për fëmijën, e trafikut e rruga, apo respekti ndërsjellë mes njerëzve, flas gjithmonë krahasimi me Gjermani. Çfarë qyteti keni jetuar në Gjermani? Hamburg, Tirana. Midis Hamburgut dhe Tiranës. Domethënë, unë në Tiranë gjej një rahati të jashtëzakonshme në lidhje me rritjen e vajzës. E para, është gjithçka shumë kompakte, nuk është qytet Tirana aq i madh, aq i shpërndar me aq shumë llojshmëri njerëzish që unë ta kem të vështirë ta kontrolloj. Siç e thatë, unë vërtet jam një single mother, po menaxhimi që të duhet kur e ke në kujdestari fëmijën 100% vetë bëhet më i vështirë kur ti je në qytete të mëdha në Europë. Kështu që Tirana ta jep këtë rahati. A ke ecë ndonjëherë vetëm në orën 3 të natës rrugës së Tiranës? Unë nuk ecë vetëm në këmbë, po më ka qelluar në makinë. Po domethënë më ka qelluar patjetër se ndihesh e sigurt. Foto ke pas kërkesa në orën 3 të natës. Kërkesa. Ato janë pyetje nga pjesa e fundit e podcastit. Jo, ta them tamam, për çështjen e sigurisë. 2 metra femër, pse? Për çështjen e sigurisë. Çohu një në këmbë rrotullohu. 2 metra femër. E keni studio me tavolinë, s'kam çfarë them. Unë për çështjen e sigurisë, me thënë drejtë, jam ndier shumë rahat. Në çdo orë, në çdo vend, domethënë, unë jap makinës vet, nuk kam shofer, nuk kam bodyguard, nuk kam këto. Bodyguard. Po flas security. Mirë pra. Domethënë, nuk kam një siguri shtesë. Pavarësisht që unë jetoj në një rezidencë që ka security, edhe jam rahat në atë pikë për pjesën e kamerave sigurisë etj, por nuk kam ndier këtë pjesë nga ana e sigurisë fizike. Të them të drejtën, në disa shtete jashtë e kam ndier këtë pjesën e pasigurisë fizike.